Klodi hyn në debat me Albën pas një situate që ndezi keq atmosferën mes tyre. Ai, i irrituar nga fjalët dhe komentet e saj të vazhdueshme, i drejtohet Albës me një ton të ashpër, duke i thënë se ajo po sillesh si një kasetofon i prishur që përsëri të njëjtat gjëra pa pushim. Klodi i kërkon asaj ta mbyll gojën për pak dhe të mos flas kaq shumë, sepse sipas tij ajo po krijon vetëm zhurmë dhe tension të panevojshëm në shtëpi. Ndërkohë, Alba nuk rri e heshtur, ajo i kthen menjëherë përgjigje. Por Klodi vazhdon duke i thënë se ajo duhet të mësojë të dëgjojë dhe të mos ndërhyjë në çdo bisedë, sepse kështu vetëm sa ja caron të gjithë. Ai i shpjegon se banorët janë lodhur nga komentet e saj të pandalshme dhe se nëse ajo vazhdon me këtë sjellje, debatet do të bëhen edhe më të forta. Atmosfera mes tyre nxehet çdo sekondë, por Klodi vazhdon ta mbajë qëndrimin e tij, duke ja bërë të qartë Albës se ajo duhet të qetësohet dhe të kuptojë se nuk është gjithmonë e nevojshme të flasë pa ndalur. Ai i thotë se nganjëherë heshtja është më e vlefshme se 1000 fjalë, sidomos kur ato fjalë sjellin vetëm konflikt dhe tension në shtëpi.